Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Më shumë se 5 orë zgjati protesta e 10 të qytetarëve në Tiranë në shenjë kundërshtie ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Me thirrje kundër Edi Ramës dhe kërkesës për dorëheqjen e tij, protestuesit vijuan marshimin nëpër rrugët e kryeqytetit. Nuk munguan thirrjet ndaj qytetarëve në rrugë dhe atyre që qëndrojnë nëpër lokale që t'i bashkohen tubimit. Protesta e radhës është planifikuar dhe me pjesëmarrjen e shqiptarëve të diasporës. Qytetarët kanë paralajmëruar se nuk do të ndalin protestat deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dorëheqjen e kabinetit të tij qeveritar. Manifestime ka patur edhe në Lezhë dhe Korçë. Kryeministri Edi Rama sulmoi sërish personazhet e rrjeteve sociale që kanë marrë pjesë në protestat ditëve të fundit kundër qeverisë, duke i akuzuar se po përdorin tubimet për të rritur ndjekësit dhe popularitetin në internet. Nuk ka negociata largohu. Se nëse je në protest që të mos largohen flamingot, nuk mund të kërkosh pastaj që të largohet qeveria, po duhet të kërkosh hesap për flamingot. Ky është minimumi etik, apo jo? Gjatë fjalës së mbajtur në Fier, në aktivitetin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Edi Rama ironizoi pjesëmarrësit në protesta duke thënë se shumë prej tyre shkojnë në tubime për të fituar like dhe ndjekësa në rrjetet sociale. Deri në 12 qershor që kemi festën e madhe që unë besoj do vini edhe ju në Tiranë, është mirë që të mbyllet kjo bisedë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Guillaume Mercier, paralajmëroi se po ndjekin nga afër zhvillimet në peizazhin e mbrojtur Pish Poronart. Pas interesimit të gazetarëve, ai deklaroi se shqetësimet e Unionit janë paraqitur ministrit të mjedisit në lidhje me mangësitë e mundshme të këtij projekti. Sipas tij, ministri është angazhuar se punimet e ndërtimit janë pesulluar dhe se për projektin do të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit të mjedis në konsultim me shoqërinë civile. Zëdhënësi i Komisionit Evropian konfirmoi se projekti është subjekt i hetimeve të vazhdueshme të SPAK-ut, të cilat shtrihen përtej shqetësimeve mjedisore. Së fundmi më lejoni të theksoj se Shqipëria duhet të përmbahet nga veprime që mund të minojnë përmbushjen e standardeve përmbyllëse dhe ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë pa vonesa, deklaroi Guillaume Mercier. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës Kosovës që t'i bashkohet projektit amerikan të gazit të lëngshëm LNG dhe theksojnë përkrajën edhe për të diversifikuar burimet e energjisë siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinevueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Ano Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon Ambasada e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje europiane në Maqedoninë e Veriut, Bekim Sali, mori pjesë në 20 vjetorin për themelimin e odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku vlerësoi kontributin e saj në zhvillimin ekonomik të vendit gjatë 2 dekadave të fundit. Me fjalën e tij, Sali theksoi se oda ka qenë një zë i fuqishëm i komunitetit biznesit, partner i rëndësishëm i institucioneve dhe faktor i rëndësishëm në promovimin e zhvillimit ekonomik. Ai vlerësoi se një ekonomi e fortë kupton më shumë vende pune, paga më të mira dhe perspektivë më të sigurt për qytetarët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.